Mirë se vini në informimin javor për median të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve një përgjithësim mbi zhvillimet e fundit në gjykatë të informata për javën e ardhshme. Kjo është gjithashtu një mundësi që gazetarët të bëjnë pyetje që mund t'i kenë një zëdhënësit të gjykatës. Pas periudhës së pushimit dimëror, këto informime javore do të mbahen të enjteve në orën 14:30. Këtë javë, njëri nga të akuzuarit që përmbahet në paraburgim në objektet e paraburgimit të dhomave të specializuara të Kosovës, Zoti Kadri Veseli udhtoi në Kosovë për një vizitë në mbikëqyrje. Gjykatësi i procedurës paraprake e udhëzoi zyren administrative që ta menaxhojë këtë vizitë në mbikëqyrje në Kosovë për Zotin Veseli, për të ndarë pikëllimin e tij me familjen e kohë të zisë. Dhe kjo i u lejua për shkak të arsyeve bindëse humanitare. Gjatë kësaj vizite, i akuzuari mbeti në paraburgim të dhomave të specializuara të Eulexi dhe policia e Kosovës i mbështetën dhomat të specializuara të Kosovës gjatë kësaj vizite. Me 11 janar, Zoti Veseli u transferua sërish në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë. Gjithashtu, me 11 janar, rifilluan seancat në rastin Gucati dhe Haradinaj. Njëri nga gjykatësit u paraqit përmes videolidhjes për shkak të kufizimeve për COVID-19. Sipas rregullores së procedurës dhe provave, gjykatësit e një trupi gjykues duhet të jenë të pranishëm në të gjitha fazat e procedurës dhe seancat nuk mund të mbahen në mungesë të një gjykatësi. Një gjykatës rezervë mund të zëvendësoj një gjykatës me kohë të plotë vetëm nëse KI fundit është për herë i paaftë për të marrë pjesë në to, nëse vdes ose jep dorëheqje. Seancat filluan me paraqitjen e provave nga mbrojtja e Haradinajt. Dëshmitari i parë është vetë Zoti Haradinaj. Në fillim të dëshmisë së tij, trupi gjykues e pranoi deklaratën e tij si dëshmi. Kjo deklaratë i referohet historisë së tij, mendimit të tij për VSK-n dhe ZPS-n, interpretimit të tij të interesit publik dhe veprimeve dhe sjelljeve të tij lidhur me veprat për të cilat akuzohet. Zoti Haradinaj më pas u morë në pyetje nga avokati i tij. Avokati i Zotit Gucati nuk pati asnjë pyetje për Zotin Haradinaj. Marrja në pyetje nga prokuroria ka filluar të mërkurën dhe pritet të përfundojë sot ose nesër. Dëshmitari i radhës në rastin Gucati dhe Haradinaj pritet ta fillojë dëshminë ose nesër ose të hënën. Në rastin e Pjetër Shalës, një konferencë përgatitore mbi ecurinë e çështjes është paraparë të mbahet nesër pasdite, gjatë së cilës palët do të diskutojnë çështje që përfshin nxjerrjen e provave prej prokurorisë për mbrojtjen dhe ecurinë e hetimeve. Gjykimi i Salih Mustafës do të rifillojë të martën me 18 janar, me dëshminë e dëshmitarit W048485, të thirrur nga zyra e prokurorit të specializuar. Ky dëshmitar pritet të dëshmojë nën masa mbrojtëse, përfshirë shtrembërimin e zërit dhe të fytyrës. Ju faleminderit.